Nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO, falënderit që filozofin e veprimtarin të njerëzve të matë mëdhej të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëtej të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës General Clarkut me dëshminë e tij pa mohueshme dhe të pa kontestueshme. Jemi mirënjohës zëvendës sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoj shumë në rajon për paqe e stabilitet, zoti Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkonte t'u marrë dhe mohoj lirin të tjerëve, por liri e drejtësi kërkonte për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje të televizjes, të rinjë studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, me fyërjet më të mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thuashte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi, njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonin çdo lëvizje në hapësira shqiptare, me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrimet nga më njerëzore të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektoj të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerrile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte. Se kush është ushtria shërimtare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria shërimtare e Kosovës. Ushtria shërimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria shërimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtet e madhe që objektivin
final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhin. Prandaj, nuk të deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuza që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njëllosin historinë e luftës çlirimtare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë, sepse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtarë që ndodhen pranë tyre grillave akuzohen për vepra të pabëra. Të tërë procesin e kemi përcjell. Mbase na dridheshte lëkura në shtat kur dëgjonim akuza që ne na i kishte bërë Beogradi e Moskva si terrorist, kriminal e bandit. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit sërb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhur firmat për një Maqedoni më të prosperuar. Dhe jo të friksuar nga ushtria shërimtare e Kosovës, as nga ushtria shërimtare kombëtare, as nga këta që dalin dhe janë të prezente tu me plagë në trup. Këta nuk kanë luftu kundër asnjë populli, por për lirinë e drejtësi e pavarësi të shtetit të vet. Sot Kosova jonë është e pavarur. Sot Kosova kontribon për të patur një marrëdhënie më të mirë mes shteteve të rajonit. Andaj, pafajësia kërkohet nga ky shesh i Skënderbeut, nga ky shesh i Hasan Prishtinës, nga ky shesh i Nexhat Agollit, që braktisit gjithë shka dhe humbi për gjithmonë, vetëm e vetëm që shqiptarët të kemë barazi e drejtësi. Nga ky shesh i Josif Bagerit, që nuk dihet se kuj ka eshrat, pikërisht ato regjime që sot po përsëriten nga anti-shqiptar më të mëdhej. Zhduket Josif Bageri, zhduken shumë advetarë e çlirimtarë duke zbatuar. Politika të Nikola Pashiqit se të pabindurit vrisni të pabindurit. Kështu veproi edhe Miloševiqi,
vrisni shqiptarët dhe kjo me shumë kompetencë u deklarua nga general Clarku kur e pyet, sepse Miloševići kërkon që ai ta zgjidh problemin me shqiptarët. Dhe në pyetjen e general Clarku, si do e zgjidhish problemin? Si gjithmonë si i kemi vra, do i vrasim përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quajmë si të duam, kur përpara një generali të NATO-s Miloševići thot, dimne si i rregullojmë shqiptarët, do i vrasim që të gjithë. Këta djemë, këta njerëz, ta luftëtar, ta bashkë luftar tanë, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk i kanë bërë. Janë angazhu e luftu për lirin e popullit vetë dhe për t'ju kundërvu politikave shfarose të Miloševići. Prandaj, ne kërkojmë drejtësi për shlirimtarët, sepse libri i verë është me na shkelje, me na mohu historinë më të re e më krenare e më të fortë të shqiptarëve, historinë e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, historinë e shtetit të pavarur të Kosovës, se na qenë ka bërë shtet me luftë e angazhim të kriminelve. E tërë koncentrimi është aty, që djemë ushtarët dhe këta drejtues të shtetit të pavarur të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirin e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriot, prandaj udhëheci e Kosovës duhet të jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykatë dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Roh populli shqiptar, lavdi të ranëve për liri.